Kur mos e nënvlerëso atë që mund të bësh kur Allahu të thërret për diçka dhe të udhëheq. Allahu e di si të veprojë me njerëzit që mendojnë se nuk janë të përshtatshëm për një detyrë apo janë të pasigurt. Edhe të dërguarit profetët e Allahut ndonjëherë ndjenin pasiguri, por me ndihmën e tij ata i kaluan frikrat dhe përmbushën misionet e tyre. Profeti Musa a.s. hezitoi të kthehej në Egjipt nga frika e përballjes me faraonin dhe për shkak të vështirësisë në të folur. Ai kërkoi ndihmën e Allahut dhe u lut: O Zoti im, mos xhiros gjoksin tim, më lehtëso çështjen time dhe mos zgjidh nyjen e gjuhës sime që ata të kuptojnë fjalën time. Allahu ja pranoi lutjen dhe përforcoi me vllain e tij Harunin si ndihmës dhe mbështetje. Profeti Yunus a.s. në një moment pasigurie vendosi të largohej nga misioni i tij dhe u nis me anije në drejtim të kundërt nga qyteti i Ninivës. Ai përfundoi në barkun e një peshku të madh, i penduar ai u lut: S'ka të adhuruar me të drejtë përveç Teje o Allah, i lavdruar qofsh Ti o Allah, të vërtetë unë isha prej të padrejtëve. Allahu e fali dhe e nxori nga barku i peshkut, duke u kthyer për të vazhduar misionin e tij. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ndjeu pasiguri kur mori shpalljen e parë nga engjëlli Xhibril në shpellën Hira. I tronditur u kthye në shtëpi dhe i tha gruas së tij Hatixhes: Më mbështillni. Ai ndjeu frikë, por Hatixha e ngushëlloi dhe i dha besim, duke i kujtuar cilësitë e tij të larta. Pas kësaj, me mbështetjen e Allahut, ai vazhdoi me guxim të madh misionin e tij si dërguari i fundit. Pra këto ngjarje janë një kujtesë për të gjithë ne, se sa do të fortë jetë besimi ynë, ndonjëherë kemi nevojë për qetësi shpirtërore. Allahu është i butë dhe i kuptueshëm ndaj kësaj nevoje dhe ai na ndihmon në përforcimin e besimit tonë. Të gjithë mund të ndihemi të pasigurt ndonjëherë përballë sfidave, por Allahu e di fuqinë tonë më mirë se ne vetë. Ai na mbështet dhe na udhëzon dhe na forcon. Pra kur mos e nënvlerëso veten, me udhëzimin e Allahut ti mund të arrish edhe atë që mendon se është e pamundur.